Përshëndetje të gjithëve. Emri im është Eduard Kaca dhe vi nga Gjermania. Sot këtu jam si qytetar i lirë. Pasi jam marrë në Gjermani me shumë organizime të protestave, gjithmonë si qytetar i lirë, sot ndodhem në këtë protest. Dje nuk fola, sepse kishte një radhë të madhe për të folur këtu. Protesta ka rritur në gjithë botën dhe bota ka kthyer syt tek ne. Ne duhet të tregojmë se duam demokracinë. Ne duhet të tregojmë se nuk meritojmë këtë kryeministër dhe këtë qeveri. Sot, më shumë se kur, kërkohet një front i përbashkët dhe të gjithë për një qëllim. Në histori jemi zgjuar gjithmonë vonë dhe jemi marrë me konflikte me njëri tjetrin sesa me çështje madhore. Në zhvillimet e hershme, shqiptarët kanë trokitur ke kundërshtari ose armiku më i vogël për të bashkëpunuar, për të luftuar për momentin armikun, kundërshtarin ose armikun më të madh. Prandaj kërkohet një bashkim i madh, kërkohet që t'jemi të gjithë. Shpresoj që kjo protestë e madhe të sjellë një produkt. Shpresoj që mos manipulohet, sepse ka zëra, ka njerëz të infiltruar që vinë këtu për të përçarë. Kjo do ishte katastrofike. Shqiptarët kanë nevojë për një ndryshim të madh. Të gjithë që jemi këtu, jemi politik, kemi qenë me një parti apo me një tjetër. Sot jemi për një ndryshim. Kjo është vota e vërtetë e shqiptarëve. Mbam ishin 200.000 veta, me 20 ishin 250.000. Kjo është vota e vërtetë. Nuk është manipulimi i votave që ka bërë Edi Rama, Ursi Manja, Taula Ndalla. Faleminderit. Edhe një herë rikujtoj